keni 1 muaj që zhvilloni seancë pas seancë, sa për të thënë, unë e kuptoj, ne e dim këtu që ka një urrëtie të narko kryeministrit për këtë parlament. Ai ka vendosur me kohë të bëjë gjithçka për ta zhbërë dhe për t'i ulur peshën këtij parlamenti, sepse siç e keni edhe ju në projektin tuaj, ai kërkon të projektojë në Shqipëri një republikë kryeministrore ku këta siç i shekon këtu nuk mos jenë ministra, po të jenë obortar dhe këta tjerët të gjithë të jenë ushtar. Por ne këtu jemi për një agjendë tjetër. Ne jemi këtu për të përfaqësuar popullin opozitar dhe për të kërkuar llogarinë në emër të shqiptarëve, ju si grup mafioz që jeni. Shumë faleminderit. Ka deputet tjetër që ka kërkuar fjalën për procesverbalin në zbatim të rregullores. Po kam një listë me kërkesa, por ju kujtoj që nëse nuk do të jetë për procesverbalin, fjala do ndërpritet, sepse jemi te procesverbali. Do respektojmë rregulloren, atë që po kërkoni në çdo seancë me shumë të drejtë. Është drejta juaj dhe çdo deputeti ta kërkojë.